Një trajner donte me çdo kusht që skuadra e tij të humte. Ndaj fshehurazi i hodhi laksativ në pijen e sulmuesi, por në mënyrë të çuditshme, Hollandson, sulmuesi, u ndje krejt mirë. Madje dukej edhe më energjik. Brenda pak minutash shënoi një gol. Trajneri u tremb dhe i dha edhe një pije me laksativ. Sërish, sulmuesi po vraponte si rufe me 100 milje në orë. Ai kaloi të gjithë mbrojtësit, hyri në zonë dhe shënoi përsëri. Pa se pa, trajneri i doli djersa. I dha edhe një pije të prehtë me laksativ, por edhe kësaj here sulmuesi u kthye i pandalshëm. Ai driblonte këdo, madje mashtroi edhe portierin, por papritur, kapi barkun dhe vrapoi drejt tualetit. Laksativi më në fund veproi. Trajneri mori frymë i lehtësuar, duke menduar se plani i tij u realizua. Derisa kuptoi një problem të ri. Portieri i tyre ishte shumë i mirë dhe skuadra tjetër s'po arrinte të shënonte. Për ta siguruar humbjen, ai zëvendësoi portierin e aftë me një lojtar të ri dhe shumë të ngafët. Fillimisht plani funksionoi. Kundërshtarët shënuan shpejt një gol. Trajneri buzëqeshi, por nuk e dinte që portieri i ri ishte fshehurazi një specialist i topit të art, që nga ai moment, sa do goditën kundërshtarët, nuk shënuan më. Ai priste çdo gjuajtje si rufe. Tifozët çmendeshin, por zemra e trajnerit po çahej. Tani mbeti shansi i fundit, një goditje dënimi. Trajneri futi në fushë një djalë me sy pak të pryqëzuar, që gjithmonë i ngatëronte pasimet. Pikërisht atë çast, Hollandson u kthye duke vrapuar nga tualeti. Djali u përpoq t'ia pasonte topin, por gabimisht shënoi vetë. Bota e trajnerit u shemb. Pas gjithë atyre makinacioneve, skuadra prap doli fituese.